Kjo konsiderohet për gjunaheve më të mëdha. Kjo paraqet rrezik. Ndërsa sa i përket çështjes së nervozës, njerëzit ndodhet njerëzit kjo çështje, sidomos ata të cilët brengë kanë ushqimin. Është po ashtu agjerim shumë i zbeht për faktin se nuk është shiju. Këto do të njëjtën kategorinë konsiderohen vepra penale, gjunahe, mëkate, mirë po nuk e prishin agjerimin. Këto të ndaroj, domethënë kjo është amoralitet. Në fakt, agjerimi si shkollë, ne quajmë agjerimin shkollë, dhe kjo shkollë neve na profilizon në forma të ndryshme. Pikë synimi ka aspektin shpirtëror, sepse po rregullo aspekti shpirtëror, pastaj rregullohet edhe aspekti moral, edhe aspekti psikosocial, edhe emocional e kështu me radhë. Prandaj prej mësimeve të muajit begat të Ramazanit dhe të agjerimit është, kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, se agjerimi e rregullon personalitetin e besimtarit. Prandaj dhe kur flet për çështjet e ndalesave, thot shumë janë ata që agjerojnë nga agjerimi i tyre nuk pritet asgjë pas etjes së urisë. Që i bisa ata të cilët nuk i kanë frenuar gjuhën e tyre, nuk i kanë frenuar mëkatet e tyre, e zbehin agjerimin e tyre. Do thot agjerimi i tyre është i zbehur, inshallah është i pranuar, mirë po vlerat e agjerimit do thot zbehen nëse personi nuk ruhet nga mëkatimi në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa sa i përket çështjes së nervozës, njerëzit ndodhet njerëzit kjo çështje, sidomos ata të cilët brengë kanë ushqimin. Ne nuk e kemi breng ushqimin, ne e kemi breng afrimin te Zoti. Për atë arsye, në asnjë çast, në asnjë moment nuk e kemi sfidë ushqimin. Prandaj apelojmë të gjitha xhiruesit që kur ta xhirojnë të jenë të qetë, sepse ta dinë që punën janë të bëjë për Zotin. Dhe njerëzit nuk janë fajtor nëse personi për shembull lodhet ose ka ngarkesë. Prandaj kërkohet që në muajin e Ramazanit besimtarët të gjejnë më shumë rahati, ta shkurtojnë pak orarin e punës, të punojnë pak punë më të lehta, për ata që është e mundur, por megjithatë, do thotë duhet ta kursojnë vetveten nga fjalët jo të duhura, sjelljet jo të duhura, sepse ne duhet të promovojmë edhe vlerën e agjerimit tonë. Ne duhet të japim leksion atyre që nuk agjerojnë. Ndërsa ata të cilët flenë pra nga syfyri deri në iftar, po uroj dhe po lutem që mos të ketë të tillë, njerëz të pyesin a i pranohet agjerimi. Mirë po ashtu agjerim shumë i zbeht për faktin se nuk është shiju. Agjerimi duhet me u shiju, nga se prej shkollës të agjerimit është përveç që afrohemi te Zoti, ne solidarizohemi edhe me gjendjen e atyre që nuk kanë. I prekim, do thotë, ndjenjat e personave që janë në varfëri. Për atë arsye, pra është parapa që agjerimi të jetë ditën, pra abstenimi nga ushqimi, pijet dhe kënaqësitë, që nga koha syfyrit deri në perëndim të diellit. Kështu që edhe nëse personat lodhen, pushojnë një pjesë ditës, është e lejuar me pushu, mirë po një pjesë tjetër të zgjohen dhe ta shijojnë do thotë agjerimin. Tash tek këto rregullat e agjerimit, shembull në çfarë situatash prishet, po i marr disa shembuj e ti më trego se a prishet agjerimi apo jo nëse i bëjmë këto veprime, nëse shajmë. Nuk prishet agjerimi me shajt, mirë po do thotë personi mëkaton dhe çdo mëkatim e zbeh agjerimin. Por ndryshe nuk prishet agjerimi. Nëse përdorim fjalë të dyta. Po, do thotë edhe fjalët e dyta janë ato që konsiderohen prej fjalëve të ndaluara ose shprehjeve të ndaluara, por agjerimi vazhdon. Nuk ka nevojë me kompenzuar ditë. E rëndojmë dikë me fjalë, sillem e keq me dikë. Po, të njëjtat këto janë, do të njëjtën kategorinë, konsiderohen vepra penale, gjunahe, mëkate, mirë po nuk e prishin agjerimin, nuk e prishin që i bie, nuk ka nevojë me kompenzuar çat ditë, nëse një person e ka bërë këtë shkelje. Mirë po e ka zbeh agjerimin e tij, ose agjerimi i tij është shumë, do thotë, formal, nuk është agjerimi plot në aspektin e vlerave dhe shpërblimeve. I ikim punës duke u arsyetuar se jemi agjerueshëm. Po, kjo është gabim dhe konsiderohet një padrejtësi ndaj pronarit, sepse personi ka bërë kontratë me një firmë ose me një person që ka me punu. Dhe ikja nga përgjegjësia është përgjegjësi para Zotit. Prandaj kjo nuk e justifikon askën. Prandaj personi ose merr pushim gjatë Ramazanit, ose gjen modele të ndryshme, por jo dhe mi ik punës, sepse shkurt kjo është një padrejtësi ndaj pronarit, sepse pronari e pagun, prandaj agjeruesit me pas kujdes. E tash dikush pyet, po ai pranohet ti agjerimin që citat? Na nuk mund të themi që nuk i pranohet, por i themi se nuk është agjerues i mirë ky, nuk është dhe agjerimi i tij nuk është agjerim i plot.
shkon mendja për sende të këqija? Po, mendja mund t'i shkon personit për sende të këqija, këto në rrafshin juridik islam konsideron gjëra të papëlqyera. Nuk është mirë. Sikur për shembull fjala bie, mendimi për fjetje bashkëtorë e të ngjashme, mund t'i shkon do thotë mendimi diku që është duke agjeru, nuk e prish agjerimin, nuk e zbeh madje agjerimin, vetëm se si mendimi konsiderohen që duhet me ju ik gjatë agjerimit që do thotë mos më ardh deri te do thotë zbehja e vlerat të agjerimit. Luan lojra me elemente të rrugës. Po këto në agjerim drejt për zëritin nuk ndikojnë, mirë po ndikojnë në karakterin e personit. Sepse në shkollën e Ramazanit, ne thamë, duam që të edukohemi në sjelljet tona, të edukohemi në shfrytëzimin e kohës, të edukohemi në karakterin ton. Prandaj personi i cili mirret me gjërat të cilat nuk i përkasin, i bie që nuk e ka përsos moralin e tij ose të saj, por përkundrazi ka vazhduar me avazën e vjetër. Prandaj hyrja jonë në këtë shkollë determinon që ne duam të ndryshojmë, sepse ne edhe e quajmë këtë shkolla e ndryshimit. Ramazani është shkolla e ndryshimit, ndryshon karakterin ton, ndryshon pikpamjen ton, ndryshon çastin e jetës ton. Prandaj apelojmë që të rinjët muajin e Ramazanit le ta shfrytëzojmë pra si kohë për të ndryshuar, pra për të larguar prej disa dukurive negative, fenomeneve kështu me radhë. Nëse sillesh keq me prindërit. Kjo konsiderohet për gjunaheve më të mëdha. Kjo paraqet rrezik. Nuk mund të themi që e prish agjerimin, nuk mund të themi që ai person duhet me kompenzu, mirë po themi se gjunahi pas paganizmit, pas shirkut që njihet në gjuhën e fesë, është keq trajtimi ose sjellja e keqe ndaj prindërve. Prandaj ai person duhet mu pendu te Zoti, sepse është mëkat shumë i madh, edhe në fakt muaji i Ramazanit është momenti që ne të relaksojmë raportet përveç Zotit edhe me njerëzit. Prandaj ka thonë një thënie shumë të mirë pejgamberi alayhis salam, pikërisht në muajin e Ramazanit, duke hyrë në hutbën vendin ku ka ligjëru, 3 herë ka thonë amin. Pra o Zot, përgjigju thirrjes time ose lutjes time, dhe në mesin e këtyre 3 thirrjeve ka thonë u shkatërrof një person i cili i mbrin të 2 prindët edhe nuk ka mujt përmes respektit tyre me hinë në xhenet. O Zot, pranohu pra, që i bie se personi pra është në rrezik, i cili i keq trajton prind ose nuk sillet mirë me ta. Dëgjon muzikë me elemente ofenduese dhe përçarëse. Po në fakt kjo është mëkatim. Është gjuna, konsiderohet prej gjunave, sidomos në Ramazan duhet me u largu prej do thotë çështjeve të tilla, veprimeve të tilla, sepse ka ardhur me një thënie profetike, mëkatet e shpojnë prazmorën, se agjerimi konsiderohet lloj prazmore që e mbron besimtarin prej devijimeve, prej mëkateve kështu me radhë. Pra, të gjitha këto mëkate e shpojnë atë prazmorën, po e dëmton vlerën e agjerimit. Prandaj do të më ikë. Kryen marrëdhënie pas iftarit me një person në të cilin je në raporte jashtëmartësore apo që nuk e kuron. Zoti na ruaj, domethënë kjo është amoralitet, është prej gjunave të mëdha. Mirë po kjo nuk ka të bëjë me agjerim, sepse pas iftarit, pasi të kryet iftari, do thotë kjo nuk ka të bëjë me pjesën e agjerimit. Po ti shbon gjatë ditës edhe prishet agjerimi edhe ndëshkimi shumë i madh. Pas iftarit gjunahi mbetet mëkati është shumë i madh, prandaj personi duhet me u pendu te Zoti i Madhërisëm, sepse kjo është amoralitet, është prostitucion dhe personi edhe nëse agjeron gjatë ditës, kontestohet pranimi i agjerimit të tij në këtë situatë, nëse personi vazhdon me mëkate të tilla.